nuk ishte ka që thjesht, ishe nan për nanën teme, sepse që në momentin ku ishte shtatzan me mu, rrëth mujt 5, dhe kur shkon me ba një kontrol rutin, doktori i thot, zonjë, shof që diqa nuk shkon me fëmin tuj, nuk e di, mu mduket si kur ju nuk u shjeheni. Nuk jo siguroj që kjo shtatzani do t'ju shkojnë deri në fund. Mama u pat shqetësu shumë, e u pat stresu. E një nga netët, kur ishte e stresuar, shikon një ëndër. Në ëndër një zë gruaje i thot, mos e ndëgjo çfarë thot doktori. Fëmijën e kesh noshe mirë, e do të lidhesh me datën 11. Mama sigurisht që nuk e besoi. Atëherë ishte dhe e re, e tha, ëndër ma. Në fakt, profecia doli. Unë lidha në mujnë në 9 të shtatzanis me datë 11 maj. E kjo ndoshta, kur mama ma ka tregu, mu duk si një shej. Nuk e di pse.